Unë nuk zëva shumë kur pash atë videon që bëri xhiron e botës me majmunin që kërkonte ngushëllimet në e nënës në një lodër, një pelush të madh që e mbante si nënë sa herë që po ta vini re në momentin që e ngacmonin, ai kishte një traumë të vogël dhe shkonte atje të ngushëllohej. Dhe kur doli kjo video me të vërtet thash më në fund po e kuptoj. Mirë po, njëkohësisht dolën edhe video të tjera të cilat me të drejtë, që thoshin njerëzimi përlotet për një majmun dhe nuk përlotet për fëmijët të cilët janë mund të bien pre luftës etj dhe jep një pamje me të vërtetë. Shumë e drejtë, dakord, por ajo që duhet të dimë është që dhe duhet ta fusim mirë këtu në tru, që politikanët atje lart nuk duan t'ia dinë fare për fëmijët, por ata që duhet t'ia dinë jemi ne. Ne, prindrit, të cilët sjellim në jetë një fëmijë, duhet ta bëjmë mend mirë kur ta sjellim në jetë, që nëse nuk mundemi vetë sepse kemi karrierën tonë, punën tonë, situatën tonë familjare, lekët që duhen sjell, na e kanë bërë shumë të vështirë të rrimë me fëmijët tanë. Për mendimin tim, mund të gjesh një gjyshe të mirë, mund të gjesh një babysitter të mirë, kjo është detyra jote, nëse nuk mundesh ti vetë sepse ke punën, duhet të shkosh në punë, zogu nuk fluturon vetëm me një krah, pra të punoj vetëm burri, sot duhen punuar dy dhe nuk i dihet ja del dot apo jo. Por ajo video me majmunin duhet na bëj të kuptojmë që politikanët atje lart nuk duan t'ia dinë se çfarë kemi ne në jetë. Do të vazhdojnë atë të tyren. Por ne duhet kuptojmë që kur të gjejmë, nëse s'mundemi vetë, të gjejmë një gjyshe të mirë, të gjejmë një babysitter të mirë që ta shoqëroj fëmijën tonë dhe mos t'i lëmë si ne, që prindrit sistemi detyron të shkonin të plotsonin planin, do mbanin edhe njerëzit që vinin në shtëpi, ta gjenin shtëpinë të rregullt etj dhe nënat tona çaeshin më tresh dhe nuk kishin mundësi që të na shoqëronin ne në këto traumat që për ne ndoshta duket me të vërtet shumë e lehtë për t'u kaluar, por për fëmijën do të thotë vetë jeta. Pra janë shumë të rëndësishme në momentin që ndodh diçka. Ajo që i ndodh fëmijës nuk është traumë. Traumë është ta përballoj vetëm pasi i ka ndodhur diçka. Pra nuk ka një njerëz që ta ngushëlloj, por ka një pellush. Detyrohet të marrë në vitet 90 ne ishim plot me pellusha. Sa më i madh pellushi, aq më i fortë ngushëllimi. Prandaj po ju them, nëse nuk mundeni vetë, gjeni një babysitter të mirë, gjeni një gjyshe të mirë që i pranon rregullat e mamave, rregullat e nënës, dhe thotë do t'i zbatoj. Dhe zgjidhja e kësaj bote nuk është te politikanët lart që do t'i vi keq për fëmijët tanë apo fëmijët e të tjerëve. Por ata që kemi sjell në jetë, t'i dalim Zot, ose mos të bëjmë fëmijë derisa të rregullohet kjo botë. Duhet dikush aty, o një nën, o një babysitter, o një gjysh, që ta shoqëroj gjithmonë 20 minuta pasi i ndodh diçka fëmijës. Sa herë që ndodh, sa më i vogël të jetë, aq më shumë. Çan për diçka, duhet jesh aty. Nuk duhet lënë kurrë vetëm që të ngushëllohet me një pellush dhe ndërkohë ti je në punë etj. Prandaj, të bëjmë fëmijë dhe derisa të piqen të jemi aty për ta shoqëruar në çdo gjë që i ndodh. Kjo është zgjidhja. Politikanët nuk do ta bëjnë kurrë këtë gjë. E zgjata shumë. Ju përshëndes.